Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Viti 969, pas një rrethimi të gjatë, ushtria bizantine i jep fund 300 viteve të sundimit arab në Antioki. 1636, në Cambridge të Massachusetts, themelohet Kolegji i Harvardit, institucioni më i vjetër i arsimit të lartë në Shtetet e Bashkuara. 1793, shpikësi amerikan Eli Whitney bëri kërkesë për patent për makinën e tij për pastrimin e pambukut. Kjo makinë pastronte pambukun nga farat. 1886, Statuja e Lirisë, një dhuratë e popullit francez për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një prej simboleve të këtij vendi, u vendos mbi ishullin shkëmbor të Lirisë dhe mbikëqyr tër portin e New Yorkut. 1919, Presidenti Woodrow Wilson i vuri veton projekt ligjit Volstead, që kërkonte ndalimin me ligj në Shtetet e Bashkuara të pijeve alkolike. 1922, fashistët italianë u udhëhequr nga Benito Mussolini, ndërmarrin marshimin mbi Rom dhe dominojnë qeverinë italiane. 1923, gjatë një darke në pallatin Çankaya, Mustafa Kemal Pashai informoi një grup deputetësh se do të shpallte Republikën dhe se regjimi politik i shtetit që do të formohej do të ishte ai republikan. 1940, në Greqi do të ndodhte dhe hedhja poshtë e ultimatumit të famshëm italian nga ana e kryeministrit Ioannis Metaxas, e njohur ndryshe edhe si Dita e Jos. Ky moment simbolizon edhe fillimin e luftës italo-greke. 1941, ushtarët gjerman pushkatuan mbi 9.000 hebrejnë në sheshin e qytetit Kaunas të Lituanisë. 1959, shuhet në moshën 27 vjeçare numri 3 e revolucionarëve kubanez pas Castros dhe Che Guevarës, Camilo Cienfuegos. 1962, lideri i Bashkimit Sovjetik Nikita Khrushchev njoftoi heqjen e bazave raketore në Kubë, duke i dhënë fund krizës së raketave kubane, e cila e çoi botën për herë të parë në pragun e një lufte bërthamore. 1982, për herë të parë pas afro gjysmë shekulli, Spanja do të organizonte zgjedhjet e lira dhe të ndershme, pluraliste parlamentare. 1984, Partia Komuniste e Kinës lejoi në mënyrë të kufizuar lirinë e veprimtarisë ekonomike dhe tregun konkurrues për të rimëkëmbur situatën e rënduar të ekonomisë në vend. 1994, presidenti amerikan Bill Clinton viziton Kuvajtin, ku bën me dije se deri në Krishtlindje të gjithë trupat do të kthehen në shtëpi. 1995, një aksident hekurudhor me përmasa tragjike në metron e kryeqytetit Baku të Azerbajxhanit u mori jetën 300 personave, mes të cilëve 28 fëmijë. 1998, aeroplani i Air China rrëmbehet dhe dërgohet në Taiwan nga piloti Huan Bin. Ai ishte i nervozuar për pagën dhe kushtet e punës. 2007, në Argentinë, Cristina Fernández de Kirchner zgjidhet presidente e këtij vendi. Fernández është gruaja e parë që shërbeu si presidente e Argentinës. 2009, qyteti Peshawar i Pakistanit u trondit nga një sulm me autobomb që shkaktoi 105 të vdekur dhe mbi 200 të plagosur. 2014, një vërshim që mbuloi me ujë një minier qymërguri në qytetin Ermenek të rrethit Karaman në Turqinë Qendrore u mori jetën 18 punëtorëve.